Të dashur shqiptar sot humban ndjenjat sepse inteligjenca kineze ka thënë që ilirët flisnin greqisht. Dhe zbulimi është bërë kështu. Një nga fansat e mi në TikTok më pyet për qytetin kroat Porec. Më duk si fjalë shqipe. Ka dhe shqiptar atje dhe sot e kësaj dite. Quhen Arbanasi. E kërkoj këtë fjalë Porec. Nuk e gjej gjikundi. Pastaj thash, të hidhem tek enciklopedia bizantine. Qyteti Porec nuk ekzistonte në shekullin e 6. Qyteti Porec quheshte Parention. Merrni frymthell. Qyteti Parentum është në Itali. Do thot qyteti prindit. Parenca, ata që din italisht. Ky është emri gjinisë asnjanse në latinisht. Qyteti prindit. Kjo fjalë është në gjuhën shqipe, prindi, është në gjuhën rumune. Printi, gjithashtu. Çfarë ndodh? Kjo fjalë është krijuar në të gjitha gjuhët romane bija të latinishtes mbas shekullit të 6. Po ne na kanë thënë në shekullin e 6 vinë slavët. Vinë slavët aty, e gjejnë këtë qytet, e shkurtojnë, e bëjnë Porec. Këtë emër nuk e di asnjëri, nuk e ka shpjeguar absolutisht asnjëri në botë. Kroatët nuk e dinë çfarë është Poreci. Kuptoj që sot do ta vjedhin dhe do ta vënë në Wikipedia, por për mua ka rëndësi shpejtësia. Tani, pse është kjo kaq e llahtarshme? Emri Parentium dhe Parentum në latinisht është në rasën kallëzore. Në shekullin e 4 të erës sonë, në gjuhën latine ka ndodhur diçka që ka ndodhur edhe në gjuhën greke. Për shembull, Ilirida është emër në rasën kallëzore, është emri i lirisë. Parentem është emër në rasën kallëzore, nga latinishtja parens, do thot prind, në emërore. Pra edhe në greqisht, edhe në ilirisht, edhe në latinisht, njerëzit filluan të përdorin emrin e rasës kallëzore në emërore. Është karakteristike këtyre tre gjuhëve. Ka ndodhur në të njëjtën kohë. Shekulli 4 i erës sonë. E dim të sigurt. Pra, përpara se sa të futen slavët. Tani Roma shkatërrohet nga gotët rreth vitit 470. Me saktësi nuk dihet, por shekulli 5 i erës sonë. Roma digjet, Italia pushtohet nga fiset gote, zhduket gjuha romake, shkatërrohet perandoria romake, mbetet perandoria bizantine, e cila regjistron qytetet ilire. Iliria, pra, ka një gjuhë që është folur edhe mbas pushtimit romak, por edhe mbas rënies së Romës. Qyteti Parention, një lloj si Parentum në Itali, është krijuar mbas rënies së perandorisë romake. Parention është emër në asnjanës në gjuhën greke. Jo vetëm kaq, por emri i banorit, si një lloj, si një shkodër, Skodra, Skodrinos, quhet banori, si një lloj si në Dardani, Dardania, Dardanos, quhet banori, edhe në Parention, banori quhet Parentinos. Greqisht e pastër. Dhe vajza quhet Parentina. Greqisht e pastër. Por kjo fjalë nuk është në greqisht. Çfarë tregon kjo? Ilirët kanë folur greqisht edhe mbas rënies së perandorisë romake dhe qyteti i tyre Parention është krijuar nga rasa kallëzore e gjuhës romake që sapo ishte zhdukur nga gotët, por ilirët akoma flisnin greqisht. Merrni frymthell. Fjala prindi është emri i qytetit ilir Parention. Prandaj gjuha ilire i duket grekëve si gjuhë barbare. Ilirët përdorin fjalë jo greke, prindi, si në shqip,
Parention, por gramatika është greke. Emri i qytetit është emër përkëdhelës në greqisht. Emri i banorit është emri mashkullor në greqisht dhe emri të gruas së banorit është në greqisht, Parentina. Kjo ju ka shpëtuar grekërve. Kjo ju ka shpëtuar të gjitha autorëve perëndimor, askujt s'ia merrte mendja që ilirët kanë folur greqisht. Këtë ide unë kam hedhur në vitin 2020, kur po studioj monedat e Shkodrës dhe pash që emri Skodrinon do thot koinon, koine në numrin shumës, bashkësi, dhe emri pasardhës është në gjinore shumës, nga fjala Skodrinos, banori i Shkodrës. Po dhe këtu, banori i qytetit ilir në Istria, që sot është Porec, quheshte Parention, emri asnjanës në greqisht, banori Parentinos, banoria Parentina, çmenduri. Tani të vim tek gjuha shqipe. Gjuha shqipe, për fat keq, nuk është bija e ilirishtes. Ose, në qoftë se është ilirisht, ilirët kanë folur greqisht edhe mbas rënies së perandorisë romake. Pra, kanë folur ata greqisht edhe gjatë sundimit të Romës. Është vërtetuar kjo në të gjitha qytetet në Shqipëri, po kanë folur greqisht në Kroaci. Në çdo qytet ilir kanë folur greqisht ilirët. Dhe grekët nuk e dinin. Parention, ta pyesësh një grek, nuk ka kuptim, është fjalë nga latinishtja, prindi. Kjo për ta është një gjuhë barbare, por si gjuhë, kjo është greke. Tani, çfarë ndodh? Fjala prindi është një lloj në gjuhën shqipe dhe në gjuhën arumune. Por në gjuhën arumune është dhe varianti me e dhe me i në fund fjalës. Çfarë ndodh? Forma e trajtës së pashquar prind është shkurtimi i fjalës prindi. Dhe fjala prindi në shqip ka ardhur nga kallëzoria parentem, që është bërë parente në të gjitha gjuhët romane, ndërsa në gjuhën arumune është bërë parinti. Shqip prindi është shkurtuar. Kjo është nga ato momentet e rralla ku duket shumë qartë që gjuha shqipe dhe arumune janë më shumë se motra nga pikpamja gramatikore. Janë praktikisht identike. Në Shqip, forma e trajtës së shquar, prindi, që vjen nga parente, forma kallëzore e latinishtes parens, prind, shkurtohet dhe më tepër dhe bëhet e pashquar prind. Fjalë një rrokshe. Pra nga një fjalë me 3 rrokje, parentem, shkurtohet në Shqip në prindi, shkurtohet dhe më tepër në prind. Kemi të bëjmë me majmunizimin e plot të gjuhës shqipe bijtë në latinishtes. Askujt s'ia merrte mendja që jemi kaq orangutang. Edhe kritikëve më të mëdhenj të shqiptarisë. Askujt s'ia merrte mendja, as studiozëve të gjuhëve romane, nuk ju shkonte ndërmend që ti nga emri i trajtës shquar e kthen në pashquar, e shkurton dhe më shumë. Je një popull një rroksh. Pra nuk është ky problemi Artur Zhejt, Petro Zhejt, Marin Memës, Elena Kocaqit dhe turbo-albanëve të tjerë. Ne si popull jemi populli Kocaqi. Ne i shkurtojmë fjalët. Nuk është faji i Eleni Kocaqit që ne i shkurtojmë fjalët nga parentem në parente, pastaj parenti, në gjuhën arumune, prindi në Shqip, prind e pashquar në Shqip. Kjo s'ka ndodhur në asnjë gjuhë tjetër të botës. Këto shkurtime kaq të mëdha. Pra ne mendonim që gjuha gege është gjuha primordiale, gjuha dardane, gjuha ilire që ka mbijetuar në përmale. Jo, është folur
Buzdetit është qyteti Porec, Parention, greqisht. Buzsaj është fjala shqipe, prindi, që ka ardhur nga parente. Pra gjuha shqipe është bie e latinishtes, nga pikpamja gramatikore. Kjo është shumë e rëndësishme. Mendohej se ishte e lidhur me gjuhët iraniane? Jo. Mendoj që ishte e lidhur me gjuhën hitite? Jo. Mendoj që ishte e lidhur me gjuhët kelte? Jo. Mendoj që ishte e lidhur me gjuhët baske? Jo. Gjuha shqipe, përfundimisht, është gjuhë romane, motor e arumanishtes, e krijuar mbas shekullit të 6. Një çik para ardhjes së slavëve është krijuar shqipja bashkë me gjuhën arumune. Është bie e latinishtes. E sigurt. 100%. Nuk është gjuhë e lashtë. Është gjuhë e shekullit të 5 dhe të 6 të erës sonë. Para ardhjes së slavëve është krijuar shqipja, me shpërbërjen e perandorisë romake nga gotët. E po të mos ishte shpërbër perandoria romake, sot do flisnim latinisht neve. Kjo është shumë e rëndësishme se tek ne ka pasur dhe pushtime të tjera, ka patur pushtim turk 500 vjeçar, po ai sa i romak, po s'ka asnjë ndikim nga turqishtja tek ne. Kemi disa fjalë të huazuara që janë hequr nga rilindasit. Por si gjuha shqipe është gjuhë romane. E përsëris, nuk është gjuhë ilire. Ilirët pas kanë folur greqisht edhe mbas rënies së perandorisë romake. Është gjuhë greke ajo. Pra, ne flasim gjuhën e pushtuesve romak. Merrni frymthell, është shumë e rëndë. Përfundimisht, ky është konkluzioni më i rëndësishëm për shqipen. Pra shqiptarët nuk vinë nga Kaukazi, nuk vinë nga Irani, nuk vinë nga Kreta, siç mendonin autorët e fjalorit të Bizantit, vetë grekët mendonin që albanët vinë nga Kreta. Jo. Shqiptarët janë krijuar si popull mbas rënies së perandorisë romake. Gjuha shqipe nuk ekzistonte para rënies së perandorisë romake. Është përdor vetëm latinishtja, edhe greqishtja. Pra nuk ka gjuhë autoktone që ka humbur. Tani kjo është një lehtësim i madh, pra s'ka humbur gjë. Por dhe e trishtueshme, sepse jemi krijuar nga hiçi. Gjuha shqipe është krijuar si hira mbas krijimit të djathit. Është krijuar si urina mbas ngrënies së shalqinit. Gjuha shqipe është urinë. Kur ha shalqin, ti krijon shqip, urinë. Ha shalqin romak dhe bën urinë shqipe. Parens emrore, parentem kallëzore, parente në gjuhët rumune, italiane dhe gjuhët e tjera romane, parenti gjuha arumune, vlehe, prindi shqip dhe në fund fare prind. Një rokësh monosilabik, majmun. Ne jemi majmunët e qytetërimit modern. Merr mend se sa të tmerruar do jenë grekët. Neve na ka rënë sëmundja e lopës, së çmendur. Nga një emër me 3 rokje, parentem, na i kemi kthyer në një rokje, prind. Nuk ka më keq. Dhe ne na duket sikur fjalët greke janë krijuar nga fjalët një rokëshe pellazge. Mendimi i Elena Kocaqit. Nuk është faj Elena Kocaqit. Ashtu duket sikur nga fjalë me një rokje janë krijuar fjalë të tjera më të gjata. Kaq trushkurtër dhe trushkullur dhe lopët çmendur dhe kokaviça jemi ne. Jeni kokëviça. Ky është emri juaj dhe ju flisni gjuhën e viçit. Mu, një rokje, mu. Ju faleminderit për vëmendjen dhe emri i qytetit Parention është në gjuhët slave Porec.
aty është. Ky zbulim madhështor nuk do ishte bërë kurrë në qoftë se nuk do ishim grindur në TikTok. Ja pra që dhe grindjet pas kanë vlerë, pas kanë rezultate. E janë të grindemi në TikTok nga mbrëmja në mëngjes pa pushim ditë e natë. Ju faleminderit dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.